nuk ka më dyshime. Këngëtarja Gjensila Myrtezaj dhe reperi i njohur shqiptar Ledri Vula duket se janë në një lidhje dashurie, pasi dyshja është kapur duke u puthur. Gjensila Myrtezaj dhe Ledri Vula janë filmuar duke u puthur në një klub në Paris. Dyshja janë fotografuar mbrëmjen e dieshme në Circoloko Paris, teksa kërcenin, këndonin dhe përqafoheshin së bashku. Në pamjet e publikuara nga Anabel, ata shfaqen mjaft të afërt, duke konfirmuar dyshimet që prej kohësh qarkullojnë se mes tyre mund të ketë më shumë se sa një raport profesional. Prej disa kohësh, Gjensila dhe Ledri janë pjesë të njëjtit menaxhim, atë të Faton Shoshit, ndërsa kanë sjell edhe disa bashkëpunime muzikore së bashku. Pas kapitujve të mëparshëm në jetën personale, duket se të dy kanë lënë pas të shkuarën dhe, të paktën nga sa tregojnë këto pamje nga Circoloko Paris, mund të kenë gjetur njëri tjetrin. Gjensila është nënë e 2 fëmijëve, Ajka dhe Amen, të ardhur në jetë nga historia e gjatë e dashurisë me aktorin Bes Kallaku. Ndërkohë, Ledri është baba i një vajze, Poem Blue, e ardhur në jetë nga lidhja e tij e dashurisë me Sara Hoxhën. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.